Omeri radhiyallahu anhu, ai njeri fuqishëm, e i madh dhe trim, e gjeti vetën në një pozitë shumë të vështirë, sa që dëshiroj të ngritet dhe të ecë tek mimberi, që ta moj fjalimin e tij të parë, e gjeti vetën se këmbët e tij nuk po e shtyn përpara. E gjeti vetën se barrën e udhëheqësisë, sidomos ndjekjen e standardit të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, ka me pas shumë të vështirë. Dhe sikurse këmbët e tij nuk dëshironin me çu përpara atë. Dhe doli përpara dhe e mbajti një fjalëm. Dhe fjalimi i tij është i shkurtër dhe përmbledhës, dhe më të tregoj se unë ngarkova me këtë detyrë dhe mu vendos kjo barë mbi supet e mia. Asnjëherë, kur, nuk e kam dëshiru e as nuk e kam ndërru një diçka të tillë. Por pasi që duhet dikush ta marrë këtë detyrë dhe këtë përgjegjësi, unë po e marr me kusht që me më ndihmu edhe ju në këtë punë. Dhe tha, kush ka vërejtje ndaj meje, mos të flas me dikën tjetër përveç se me mua. Kush ka ndaj telash edhe ndaj problem me mua personalisht, mos i drejtohet askujt pos meje. Kush dyshon në butësinë time apo më akuzon me vrasësi dhe me ashpërsi, le të di se ashpërsia ime ka qenë se e kom pas dikën që ka qenë i butë para meje, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai ka ditë se ku duhet që të përdoret ashpërsia ime dhe ku jo. Dhe gjithashtu e kom pas para veti Ebu Bekrin. Dhe Ebu Bekri ka ditë se a bën unë që të marrë veprime të tilla apo jo. Thotë ndërsa tash e tutje, ashpërsia ime do të zbutet, do të përzihet me mëshirë. Dhe mëshira ime do të bashkëdyzohet me drejtësi, që të gjindem pranë atij që ka nevojë, edhe nëse ka nevojë që të jemi ashpër, edhe të gjindem pranë atij që ka nevojë për butësi dhe mëshirë, edhe nëse kjo çështje për mua është e vështirë. Dhe tha, ati'uni ma ata'tu Allaha wa rasulahu. Më ndëgjani, më nënshtrani mua, përderisa unë jam i nënshtruar ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e kundërshtoj Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fala ta'ata li aleikum. Unë nuk dëshiroj nënshtrim. Nëse unë shtrembrohem, ju drejtomni. Nëse unë largohem nga udhëzimi, ju, po them kushtimisht, me zërë, silleni tek udhëzimi, ngrehemni tek udhëzimi, apo heqëm një qafe. Dhe sahabët, radhiyallahu anhum, pasi që e kishin gajle dhe e kishin bring fejnë Allah të zëvgjel me që përpara, drejtsin me zbatu dhe pa drejtsin me zhduk nëse ka mundësi, atëherë i thanë që ne jena me ty edhe nuk ta bojmë një varfër me qefin,